Mungesa e fuqisë punëtore po ndryshon gjithnjë më shumë tregun e punës në Shqipëri. Bizneset po mbështeten tek punonjësit e huaj, kryesisht nga vendet aziatike, të cilat tashmë nuk e shohin më vendin vetëm si një ndalesë të përkohshme drejt Europës perëndimore. Përballë nevojës së lartë për staf, kompanitë shqiptare janë detyruar të ofrojnë kushte më të mira pune dhe jetese, me synimin që punonjësit e huaj të qëndrojnë për periudha më të gjata. Eksperti punësimit Arber Gjihani thotë se kjo prirje po e kthen gradualisht Shqipërinë në një destinacion emigrimi ekonomik. Në fillimet e tyre punonjësit e huaj e shikonin realisht Shqipërinë si një mundësi për t'u larguar drejt vendeve. Tashmë me përmirësimin e kushteve akomoduese, por edhe një trajtim më dinjitos nga ana e sipërmarrjes ndaj punëtorëve të huaj ka bërë që këta ta shikojnë Shqipërinë tashmë si një destinacion final për punësi. Turizmi është sektori ku nevoja për punonjës ndihet më fort. Hotelet dhe restorantet, veçanërisht në zonat bregdetare, kanë rekrutuar një numër të lartë punëtorësh nga Filipinë dhe vendet arabe. Punonjës të huaj po angazhohen edhe në bujqësi, një tjetër sektor që prej vitesh përballet me mungesë të krahut të punës. Prejardhja e punonjësve nga Filipinet lidhet drejt për drejt me sektorin e turizmit. Nga vendet e tjera kryesisht punësohen në bujqësi apo dhe në shërbime. Përfshirja e tyre në tregun vendas shoqërohet megjithatë edhe me vështirësi. Pengesa kryesore mbetet gjuha, e cila ndikon si në organizimin e punës, ashtu edhe në komunikimin me klientët. Sipas Gjihanit, bizneset kanë nisur të ndërmarrin hapa për të lehtësuar përshtatjen e punonjësve dhe për të ngushtuar hendekun gjuhësor. Përshtatja me gjuhën shqipe mbetet problematika kryesore që kanë punonjësit e huaj. Tashmë sipërmarrjet kanë detyrim për t'i mundësuar kushte dinjitoze dhe kushte të favorshme punësimi, pavarësisht prejardhës origjinës së punonjësve. Të dhënat tregojnë se gjatë qershorit 2026 në Shqipëri ishin regjistruar 22.7 mijë shtetas të huaj me leje pune, niveli më i lartë i shënuar deri më tani. Rreth 16% e tyre ishin shtetas Filipinas. Ndërkohë, italianët dhe shtetasit nga Kosova kryesojnë mes të huajve jo rezident që janë pajisur me leje të posaçme si të vetë punësuar, kryesisht për administrimin e bizneseve të tyre ose për zhvillimin e punës online nga Shqipëria.